çysh jetë po relacionin Kosovë-diaspor, sidomos në këtë aspektin e bashkimit pak më të madh, jo vetëm të remitencave që e kemi parë gjatë viteve të fundit. Nuk është që ka ndoshta ndonjë zhvillim shumë të madh që po vinë këtu shumë investitorë nga diaspora, po ka aty këtu ndonjë përparim, ta zom me vetë faktin që shumë shqiptarë në Zvicër kanë themeluar ndërmarrje ndërtimore, ata marrin edhe shumë material në Kosovë. Sidomos industria e drurit ka një zhvillim jashtëzakonisht mirë në Kosovë falë shitjeve që i bën në Zvicër dhe e konsideroj si një nga zhvillimet më të mira të mundshme. Këto tjerat nuk është se për shembull në të kaluarën kishte shumë këto iluzione që do kthehen njerëzit këtu, do të sjellin ekspertizën e tyre. Askush nuk kthehet se është shumë vështirë të kthehesh ti në një vend pasi në një vend tjetër 20-30 vite tjetër tonë ka ndërtuar një jetë të re, një karrierë të re. Më duket paksa iluzore, po nganjëherë politika është një farë tregu ku shiten shumë iluzionet. Që është shumë e rëndësi edhe debati për çështjen e a duhet marrë pjesë diaspora në zgjedhje ajo, mendoj që kjo çështje nuk mund të shtrohet, sepse nëse dikush e ka shtetësinë, ai mund të votojë. Nuk ka shtetësi klasit parë dhe klasit dytë. Domethënë shtetësi më shumë vlerë dhe më pak vlerë. Kush ka pasaport mund të votojë. Sa i përket diasporës, mendoj që duhet të ketë një përfaqësim të interesave të diasporës në parlamentin e Kosovës. Duhet të ketë, për shkak se megjithatë njerëzit kanë pruna këtu, kanë familje dhe kanë edhe interesa legjitime. Nuk ka asnjë dyshim. Absolutisht po. Po unë më shumë mendoj që duhet ishte mirë të kopjoj modeli kroat, ku diaspora i dërgon 2-3 deputet, edhe ata 2-3 deputet përfaqësojnë interesat e diasporës në kuvend, siç është në kuvendin e Kroacisë, në Sabor.